Horoskopi ditor e Mërkur, 11 shkurt 2026. Dashi. Komunikimi mirë në çift do të bëjë që t'i zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje të vogla që keni pasur më herët. Nga mesdita deri në mbrëmje gjërat do t'ju ecin për bukuri. Beqarët do të lodhen shumë duke kërkuar shpirtin binjak, por më në fund do t'ja dalin ban. Në planin financiar, pas kaq shumë sakrificash që keni bërë së fundmi, do të mund të jeni të qetë kur të shpenzoni. Demi. Duhet të tregoheni shumë të matur sot juve që jeni në një lidhje, sepse në të kundërt mund të keni probleme të cilat zorse do t'i zgjidhni lehtësisht. Beqarët do të jenë të papërqendruar dhe as nuk do të arrijnë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Nuk do të jetë dita e tyre më e mirë. Në planin financiar do të keni më fat se më parë dhe situata do të vijë duke u përmirësuar. Binjakët. Do të jeni plot energji sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë e jashtëzakonshme. Nuk do të ndaleni së bëri surpriza të njëpasnjëshme. Beqarët duhet të jenë më të drejtë për drejtë, nëse vërtet duan ta ndryshojnë statusin e tyre. Mundësitë do të jenë të shumta. Financat nuk do të arrini dot t'i menaxhoni si duhet, kështu që mund të keni edhe ndonjë tronditje të vogël. Gaforia. Marrëdhënia me partnerin ka për të qenë shumë harmonike gjatë kësaj dite. Në çdo moment do të surprizoheni nga partneri dhe do të përjetoni emocione të këndshme. Beqarët do të kenë plot mundësi për të realizuar takimin e ëndërruar, kështu që duhet të shfrytëzoni gjithsecilën. Në planin financiar do të keni goxha vështirësi, por në fakt familjarët nuk do t'ju lënë në baltë. Luani. Jeta juaj në çift do të mbrohet nga hyjet gjatë gjithë ditës dhe nuk pritet të keni probleme të mëdha. Të shkuarën e hidhur do e lini pas krave. Beqarët do të lodhen së kërkuari dashurinë, por për fat të keq nuk kanë për t'ia dalë dot. Në planin financiar do të keni një stabilizim të situatës pas ndihmës së madhe që do t'ju japin të afërmit dhe miqtë tuaj. Do të jeni më të qetë në mbrëmje. Virgjëresha. Do të jeni gjatë gjithë kohës të përqendruar sot ju të dashuruarit dhe nuk do të dini çfarë hapash të hidhni. Qëndroni pak vetëm dhe reflektoni me kujdes. Beqarët as që do të mendojnë për dashurinë dhe do të humbasin edhe disa mundësi të shkëlqyera. Me shpenzimet do të jeni mjaft impulsiv dhe ka rrezik të bëni gabime të mëdha. Mos mendoni vetëm për të tashmen. Peshorja. Nëse doni që lidhja juaj të ecë ashtu si ju keni menduar, duhet të ndiqni disa rregulla dhe të toleroni akoma më shumë. Po vazhduat me kokëfortësi, do të keni debate më të mëdha. Beqarët është më mirë ta lënë veten të lirë dhe të përfitojnë nga mundësitë që do t'ju jepen. Buxheti më në fund do të ekuilibrohet pas gjithë vështirësive që keni kaluar së fundmi. Do të mund të bëni ndonjë investim të vogël. Akrepi. Ditë goxha e vështirë do të jetë kjo sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk do të merreni vesh për asgjë dhe mund të mendoni edhe të ndaheni. Beqarët nuk duhet të hezitojnë të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen pasi po pritën ende do të kenë vështirësi të mëdha. Financat duhet i mbani gjatë gjithë kohës të qëndrueshme sepse po filluan problemet, nuk do t'i ndalni dot. Shigjetari. Ditë intensive ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të jeni në një mendje me partnerin për të dalë nga rutina dhe për të bërë gjëra të ndryshe. Beqarët nuk duhet të fillojnë një lidhje bazuar mbi gënjeshtrat, sepse do të vuajnë pasojat. Është më mirë të qëndrojnë vetëm edhe për pak kohë. Buxheti më në fund do të ekuilibrohet. Bricjapi. Do të jeni shumë të drejtë për drejtë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do t'ia thoni atij gjërat ashtu si ju i mendoni. Në fakt, më mirë kështu se sa të jetoni një jetë të gënjeshtër. Beqarët do të kenë takime të veçanta dhe shumë shpejt do të bëhen çift. Ekuilibri financiar do të përmirësohet ndjeshëm. Vazhdoni me maturi dhe keni për të parë që gjendja do të jetë më e mirë se kur më parë. Ujori. Konfliktet në jetën tuaj në çift do të jenë të mëdha gjatë kësaj dite.
nuk do të bini dakord për asgjë me atë që keni në krah dhe do të këmbgulni gjatë gjithë kohës për të dalë juaja. Beqarët më në fund do të marrin frymër lirisht sepse do ta bëjnë për vete atë që pëlqejnë. Në planin financiar duhet të merrni masa sa më shpejt, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Peshqit. Do të kaloni vështirësi të njëpasnjëshme sot në jetën tuaj në çift dhe shpeshherë do të mendoni të ndaheni një erë mirë nga partneri juaj. Beqarët do ta kenë të vështirë të bëjnë për vete një person dhe do të vazhdojnë të mbeten me statusin që kanë dhe për ca kohë. Gjendja e financave do të jetë e vështirë, do t'ju duhet të kryeni goxha shpenzime dhe nuk do t'ju mbeten para në xhep. Bëni kujdes.